Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dinuhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamu alayhi. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Falendrojmë Allahun fuqiplot, mëshiruesin, mëshirbërsin, kryesit të gjithçkahit. Allahun e falendrojmë se është i vetmi që meriton të adhurohet, të falendrohet, të madhrohet. Kurse përshëndetjet tona, salavatet dhe selamet, ja dërgojmë njeriut më të mirë rruzullin toksor, vulës së profecisë, vulës së pejgamberisë, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Shokëve të tij dhe mbi ta gjithë ata të cilët e kanë pasuar, e pasojnë dhe do ta ndjekin, do ta pasojnë në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër, për hir të Allahut, lutim Allahun fuqiplot që agjërimin e muajit të Ramazanit kabull na ketë bë. Lutim Allahun fuqiplot që ky Ramazan i cili sapo kaloi të jetë dëshmi për ne e jo kundër nesh në ditën e ahiretit, në ditë kur nuk do të na vënë dobi as pasuria, as evladi, as fëmia. Lutim Allahun azza wa jall që gjithë ato adhurime vullnetare, obligative, leximet e Kuranit, sadakaja, Allahu i pranoft dhe Allahu qoftë i kënaqur me veprat tona të mira që i kemi bërë gjatë atij muaji dhe që do të vazhdojmë deri në vdekjen tonë. Duke ditur se jemi të urdhëruar të adhurojmë Allahun te bareke ve teala deri në frymën e mbrapsme, deri në momentin e fundit. Dhe nuk ka justifikim, nuk ka arsyetim për një njeri i cili pas ose me përfundimin e muajit të Ramazanit ja na shkalon adhurimet, ibadetet dhe kupton se Ramazan, sa adhurimi dhe obligueshmëria për adhurim është vetëm në Ramazan, kurse pas Ramazanit robi mundet me adhuru kur don, çysh don dhe me kujtu Allahun çashtu si don. Jo vëllezër, për hir të Allahut, dhe pash kjo është tema të cilën e kemi zgjedhur për këtë natë dhe do të vazhdojmë me tema të ndryshme që do të jenë të lidhura me muajin e Ramazanit, duke u bazuar në veprën e sahabëve, të cilët 6 muaj me radhë, pas përfundimit të Ramazanit, e kanë lutur Allahun te bareke ve teala që Allahu Ramazani kabull të bën. 6 muaj me radhë janë lutur, e kanë kërkuar për Allahu te bareke ve teala. Se gajle dert i madhe e kanë pas. Gajle më të madhe gjeneratat e para e kanë pas. Vallë që i adhurimi ibadet që i kanë bo, a do të pranohet apo jo? Nuk e kanë pas qatë shumë zor adhurimin, realizimin e ibadetit adhurimit, sa e kanë pas zor, vallë, a do të pranohet që i ibadet adhurim që është bo apo jo? Apo vetëm jemi lodh për shkele shko, për kot. E këtë gajle e kanë pas ata. Pas namazit gajlen e kanë pas, a bojt kabulla i namaz apo jo? Për Ramazani dhe për çdo adhurim, me të cilin kanë qenë të urdhëruar ato dhe ne si robër të Allahut që Allahun të adhurojmë. Andaj, duke u bazuar në këtë, ne me radhë do të bëjmë një lidhshmëri të ligjëratave pas muajit të Ramazanit në lidhje me vazhdimërinë e ibadeteve, adhurimeve, se muslimani si musliman do të qëndron si musliman edhe pas Ramazanit deri në momentin e vdekjes. Çashtu siç patë mundësi gjatë muajit të Ramazanit të agjërojmë, edhe me agjërim punën ta bëjmë. Edhe me agjërim dhe punë, namazin e taravis bashkë me imamin të bëjmë. Edhe me agjërim, me punë, me namaz të taravis, përsëri me prezentu namaz të natës. Po veç asaj me prezentu edhe për syfyr. Por veç asaj edhe me fal namazin e sabahit në xhami. Kjo dëshmon se robi ka mundësin e ke, mundesh. E tash ala ma pak. Tash nuk agjëron, punën e bon, kërkohet prej teje me artë, së paku, një namaz të jacis me falën xhami. Së paku, një namaz të jacis me falën xhami dhe së paku me prezentu një ligjërat javore, në një ligjërat javore, një herë, një javën. Me prezentu dhe me falë namazin e jacis në xhami. E kjo na duket tepër? Jo. Prandaj justifikime nuk ka. Arsyetime nuk ka, vetëm i lutemi Allahut fuqiplot që të na udhëzon, të na forcon, të na vedison dhe të qëndrueshim të na bën dhe çdo ibadet adhurime mund kabull të na bën. Tema e sotit është përmirësimi personal dhe vendosja e synimeve afagjate pas Ramazanit.
Pra, a jam përmirësuar pas Ramazanit, a jam duke parë ndryshimet e veti im, dhe synimet e mia do të jenë afagjate pas Ramazanit. Sahabët 6 muaj e kanë lutur pas Ramazanit që Allahu kabul tu abon, që Allahu kabul tu abon Ramazanin, 6 muaj me radhë. E kanë lutur 6 muaj, e pas 6 muajve, pra 6 muaj para Ramazanit, e kanë lutur që Allahu t'u mundson të amrin Ramazanin. Pra, synimet e tyre ka qenë afagjate, jo për një ditë, për një muaj. U kry Ramazanit, tash mas Ramazanit, mundemi si dumi që jo, çaj dini Allahit është. Si Ramazan, si mas Ramazanit, që e fej është. Regullat e fejës nuk ndryshon me përfundimin e Ramazanit. Dispozitat e fejës nuk ndryshon me përfundimin e Ramazanit. Nuk ndryshon. Ramazani u kry, pa Allahu vazhdon të jetë i gjallë dhe nuk vdes kur. Dhe ne nuk e adhuruam Ramazanin, por adhuruam Zotin e Ramazanit, i cili na obligoi me një shtyllë për shtyllave të Islamit që është agjerimi, dhe ne e agjeruam Ramazanin, ne adhuruam Allahun te bareke ve teala gjatë muajit të Ramazanit, dhe ne do të vazhdojmë, se pos agjerimit obligativ, ne kemi edhe agjerim vullnetar. Pos namazit obligativ, ne kemi edhe namaz vullnetar. Pra veprat e mira vazhdojnë, ekzistojnë, sepse Zoti i tyre ekziston dhe nuk vdes kur. E muslimani, synimet e tij i ka afagjate. Çka? Unë duhet me vazhdu me ibadet derisa të jem gjallë. Duke parë gjendjen e botës, dhe sa më të fortë duhet të jemi me iman, me besim, dhe sa ka humbur vlera e njeriut si njerima tash në rrezullin toksor. Duke parë padrejtësitë që ka bën anën mban botës, duke parë se sot një krijesë tjetër ka më shumë vlerë se sa njeriu. Njeriu aq më shumë duhet ta forcon bindjen, imanin, dhe duhet ta shton dhikrin, istighfarin, se vdekja na pret dhe nuk dim ku do të na takon, ku do të na gjejnë. Muaj Ramazani, vëllezër, është ose ishte, mund të themi, por Ramazani do të vazhdon, Ramazani do të vjen edhe vitin e ardhshëm, por ne do të arrijmë Allahu alem, një periudhë veçantë që ndikon fuqishëm në shpirtin, moralin dhe jetën e besimtarit. Përveç adhurimeve dhe sakrificës fizike, pra duke ndërprej ushqimin, hajjen, pijen, ky muaj Ramazanit, i cili sapo kaloi, sapo u kry, neve na mësoi shumë mbi vetë kontrollin. Si me kontrollu vetin ton, sinceritetin dhe lidhjen e fortë me Allahun te bareke ve teala. Gjatë muajit të Ramazanit jemi dëshmitar çdo kush për vetin e tij. Çdo kush për vetin e tij është dëshmitar, po jemi dëshmitar edhe njëri për tjetrin. Gjatë muajit të Ramazanit mundësia ishte shumë më e madhe ta kontrollojmë vetin tonë dhe të largohemi të shmangim shumë gjinave, shumë harameve gjatë muajit të Ramazanit. Dhe subhanallahu, merrem për shembull konsumuesit e duhanit gjatë Ramazanit, ditës Ramazanit nuk konsumon duhan, se është Ramazan, agjeron, subhanallahu. Po veç asaj edhe shikimin e ul, për shkak se është i agjerueshët. Besimtari shpirtërisht çdo herë është i agjerueshët. Besimtari çdo herë shpirtërisht agjeron. E shikimin e tij duhet ta mbron. Gjatë muajit të Ramazanit, kontroll të nefsit, çytjet e shejtanit dhe kështu me radhë, thu subhanallahu. Nëse pata këtë mundësi ta bëj gjatë Ramazanit, pse mos ta kemi edhe pas Ramazanit. Po këtë shkollë morëm gjatë muajit të Ramazanit. Dhe kjo është një shembull tash se ishin do mësime intensive gjatë muajit të Ramazanit që ne i mësum dhe tash vetëm i fusim në praktik, sepse vëllezër, Ramazani është fillimi i adhurimit, nuk është përfundimi i adhurimit. Masi kryet Ramazani, vetë se filloi adhurimi, se Ramazan ne mësojmë si të adhurojmë, në Ramazan ne mësojmë si të jemi të fortë, Ramazan ne mësojmë si të bëjmë ibadet, si të lexojmë Kur'an dhe kështu me radhë. E pra është fillimi i adhurimit, dhe tash ne mas Ramazanit vazhdojmë me adhurime, vazhdojmë me ibadete. Pse? Për shkak se kështu na ka porositur Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, habbul a'mali ila Allah azza wajal adwamuha wa in qall. Adwamuha wa in qall. Puna më e dashur tek Allahu cila është? Na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Puna më e dashur tek Allahu është puna e paktë. Ama që është e vazhdueshme. Që është me vazhdimsi. Shumë punë, për një kohë shumë shkurtër që pastaj ndërpritet, është më pak e dashur tek Allahu se jo u ndërpret, është s'ka.
Shembull e kemi Ramazanin. Pse gjatë Ramazanit me ka full xhamit? Një punë shumë të madhe, namaz natë, lexim Kuranit, sadaka, ibadete. Shumë, në kryen e muajit të Ramazanit u ndërpretën punë të mira. Jo, tek Allahu e dashur është tjetra. Çka? Aduamuha, që është me vazhdimsi, edhe nëse është pak. Tash ti pas Ramazanit, do shta nuk do të mundesh t'i bësh një të adhurime ibadete dhe nuk mund t'i japish një të forcë për të madhruar Allahun, ama ti nuk i ndërpren punët e tua të mira. Nuk e filluar me leximin e Kuranit. Nëse ke lexuar ka një gjuz Ramazan, s'paku lexon ka një faqe, ka gjysmë faqe, nuk e ndërpret. Nëse Ramazan ke thënë shumë sadaka, se ishte muaj ku pejgamberi sa më i shpejt ishte se era, se fryma, e ti ke thënë, po ti nuk e ndërpren. Namazë vullnetare, taravia, namaz nate, po mundesh përsëri. Nëse nuk mundesh 8 rekat namaz nate me fal, 2 mundesh me huqu me fal. Është pak, a me vazhdueshëm është, me vazhdimsi, nuk dërpritet çdo natë e von ti kët. Nëse ne kemi bërë vetëm gjatë muajit të Ramazanit dhe me kryen e muajit të Ramazanit u kryen edhe punët e mira, nuk është shenjë e mirë për ne. Nuk është shenjë e mirë për ne. Ky hadith na tregon se vlera e një pune ose vlera e një vepre nuk qëndron vetëm në madhështinë e saj, në madhësinë e saj, se sa e madhe është ajo, por qëndron në vazhdimsinë e saj. Këtu është vlera e një pune. Shif a vazhdon. Le të jetë pak, por le të jetë e vazhdueshme. Kjo është me rëndësi, kjo është me vlerë. Kurse shumë themi euforik, me eufori sezonal, sezonski musliman, vjen Ramazani, mashallah, Allahu Akbar, u kry Ramazani, shkoj Islami e imani. Subhanallah, jo. Muslimani qëndron musliman e me iman deri në momentin e vdekjes kur ta takon melekun i vdekjes me malaçet e tjera. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroj Zotin tënd derisa të vjen vdekja. Ky urdhër i Allahut ishte për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të cilit ja garantoi xhenetin, gjunahet e falura të së kaluarës dhe së të ardhmes, i urdhëruar deri në momentin e fundit për të adhuruar Allahun. Ne as garancion kemi për xhenet, as e dim do të na falë gjunahet e të kaluarës dhe të ardhmes, nuk e dim. Edhe me ndërprej punët e mira? Ja. Nuk i ndërprejmë punët e mira përveç se ai i cili si ka pas punë të mirë me Allahun azza xhel dhe nuk i ka pas me sinqeritet. Për shkak se vëllezër, për shenjave se Allahu fuqiplot, veprat e mira kabull ne ka bënë, ka pranu, është se pas Ramazanit gjendja e besimtarit muslimanit ndryshon. Në të mirë, ala më i mirë. Pas Ramazanit ala më i mirë, ala më i devotshëm, ala më i kujdesshëm, ala më i suksesshëm, ala më i butë, ala më durimtar. Pas Ramazanit ala më i mirë. Shumë vepra të këqija të cilat i ka pas, i ka bërë para Ramazanit, tashmë pas Ramazanit nuk i bën. Kjo shenjë se Allahu kabull e ka bërë Ramazanin. Ama nëse robi u kthehet veprave të këqija, bile i shton pas Ramazanit, mbas shkajt se Allahu kabull ta ka bërë. Allah ne pranoft ibadetet, adhurimet. Pra Ramazani është një fillim i mirë për ta forcuar këtë zakon, këtë traditë. Ramazan dhan forcë, tash duhet me vazhdu. Tash nuk ka xherhoni çdo ditë. Një namaz jacie kërkohet vini ta falni për shkak se gjatë ditës jeni punë. Ke parasysh namazet nuk duhet lanë asnjë farë mënyrë, duhet i falni kudo që të jeni. Por së paku me xhamat në xhami me prezantu, edhe një ligjërat në javën të premten që të mundsohet ty me dëgjuar një këshill, një nasihat që është e dobishme për vetë hoxhën e pastaj edhe për ty. Agjerimi pas muajit të Ramazanit, për të cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men sama Ramadan, thumma atba'a sitta min Shawwal, kush agjeron muajin e Ramazanit dhe pastaj më pas e ndjek me 6 ditët e muajit të Shawwalit, kanë ka siyamu dahr. Agjerimi i tij si kur agjeru një vit. Shpërblimi i tij si kur një vit komplet me agjeru. Kush agjeron Ramazanin dhe pastaj ndjek ose pas Ramazanit i agjeron 6 ditët e Shawwalit. Atit cilët i ka ikë në ditë të Ramazanit, ka qenë udhëtar, ka qenë i smur, kërkohet që të agjeron atë ditë dhe pastaj të agjeron 6 ditët e Shawwalit. Për ndryshe nuk llogariten. Për ndryshe nuk e ka shpërblimin me agjerim një vit.
Llogaritjen agjerim të ditëve të Shevalit. Por shpërblimin për një vit nuk e ka, thotë Sheikh Uthejmini. Pse? Sepse pas Ramazanit duhet të pasojnë ose të ndjekin 6 ditët e muajit Shevalit, por duhet kompletuar muajin e Ramazanit. Ky hadith na nxit çka? Na nxit që ta vazhdojmë agjerim. Pejgamberi kur thotë se shpërblimi është sikur me vlera është sikur me agjeru një vit. Qëllimi është ty me të nxit që ti ala me vazhdo me agjerim. Pastaj thotë ke ditën e hanë e ente. Pastaj thotë i ke ditët e bardha. Po çdo muaj ke hanën tenten, i ke ditët e bardha. Pastaj vijnë ditë tjera, si dita e Arafatit, kështu e dita e Ashuras, dhe kështu me radhë. Pra agjerim vullnetar ke pa ndërprer, po nuk i ke ditë për ditë që do të jetë e lodhshme për ty. Edhe vallahi trupi i njerit ka nevojë për agjerim. Ka nevojë për agjerim, ka nevojë për pastrim shpirtëror dhe fizik. Nuk e pasur parasysh pa pastritin ndyrësirat shpirtërore me të cilët i ndysim shpirtrat tonë. E pastaj për dhe lloj të ushqimeve jo të shëndoshme që i ham, i konsumojmë, vallahi trupat e shpirtrat tanë kanë nevojë për pastrim. Duhet të qëndrojmë në adhurime. Duhet të qëndrojmë në adhurime, sepse Allahu Azza wa Jalla, siç e cekëm ajetin kuranor, e urdhëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se adhurimi është një detyrë vazhdueshme, nuk është për një ditë, për një muaj. Mos u bë Ramadhani, i thuhet la takun Ramadhani, kun Rabbani. Mos u bë dikush që adhuron Ramazanin, por bëu dikush që adhuron Zotin e Ramazanit. Nëse ti e ke adhuruar Allahun gjatë muajit të Ramazanit, çat Allah e ke edhe pas Ramazanit. Dhe duhet të adhurosh Allahun edhe pas Ramazanit. Nëse me kryerjen e Ramazanit mori fund adhurimi yt, ti ke qenë adhuruesi i Ramazanit, e jo adhuruesi i Zotit të Ramazanit. Kemi synime shpirtërore dhe morale gjatë muajit të Ramazanit dhe pas, pra me përfundimin e muajit të Ramazanit, ne kemi synimet që duhet të jemi të qëndrueshëm dhe t'i realizojmë. Cilët janë ato synime? Përmirësimi i namazit dhe rregullsisë në falje. Si patë mundësi për Ramazan të jesh aq shumë i rregull xhami? Pse? Adhurove Allahun? Po. E pse gjatë Ramazanit e patë qatë mundësi edhe qatë shumë i lodhët, e ma shumë i angazhum, e ma pak gjumë. Apo? Po që ju energji, subhanallah. Tash, përmirësove namazin dhe rregullsin në falje. Kohë, mos të tike, mos të avonojsh namazin, mos të kalon koha, nuk të lejohet. Namazi më i mirë është namazi që falet në kohë. E veçanërisht me xhamatën xhami, nëse je i lirë dhe ke mundësin, e veçanërisht namazet si namazi i Yacis. Këto është edhe namazi i akşamit, këto është vonë. Që i keni mundësin. Vallahi unë e di se jeni të lodhur. Nuk them se nuk jeni të lodhur. Po edhe Ramazani ishit të lodhur. Apo edhe Ramazani punonit. Po pse Ramazan më shumë energji, më të fortë, më të gjallë. Pse pas Ramazanit me njerë ushkrim dhe udopsum, ndikuan ushqimet, ndikuan shejtanet, e gjithë shka. Andaj të kemi kujdes ke ushqimet, mos të ham shumë dhe gjithë shka. Agjerimin mos të ndalojmë, se kjo të ndihmon çdo herë të jesh i gjallë. Edhe prezencën në xhami, falin namazit me xhamat. Se vallahi vëllezër, falin namazit vetëm në shtëpi, nuk është njëjtë si në xhami. Jo rastisht ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 daraja. Namazi me xhamat është më me vlerë 27, është më me vlerë 27 derajë se namazi vetëm në shtëpi. Nuk është njëjtë. 27 derajë, 27 shkallë se vape. Një hadith tjetër 25. Andaj mos u këtë vlerë mundësi kur ti e ke mundësin. E veç është vëllezër që janë rreth xhamis, që janë afër. Pak të cilët janë pak më larg, se ata të cilët janë larg, marrin për shembull Sier, Sakson, Fyt të tjerët, që kanë xhami larg më shumë se 15 kilometra. Normal, nëse nuk kanë xhami vetë të tyre, bile u bi obligueshmëria e namazit xumas. Ke parasysh për shkak të largësisë, por ku amton për namazet obligative. Po alhamdulillah një javën është një ligjërat, subhanallahu. Një javën e kemi një ligjërat në gjuhën shqipe, që kërkohet të prezantoni dhe të gjithë së bashku të këshillohemi. Nuk është qëllimi këtyre ligjëratave se dikush është më i mirë për tjetrit, por me u këshillu dhe mësu dhe me përhap dijen për të cilën jemi të obliguar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para se ta cekim hadithin, prej synimeve që mos t'i harrojmë, leximi ditori i Kuranit.
Kur'an lexoni në Ramazan, duhet lexosh edhe pas Ramazanit sepse është shërim dhe qetësi për gjoksin, për shpirtin. Nëse ala ende nuk e ke mësuar leximin e Kur'anit, lësho Kur'an, mësoj të dëgjosh Kur'an, mësoj veshjet e tu me Kur'an. Bolli kemi mësu veshjet ka thani ka bo si ka bo çish ka me i bo. Me mësu veshin me ndëgju fjalën Allahu te bareke ve teala dhe me kalu kohën me Allahun azza wa jall. Boll kemi kalu njerëzit, kemi kalu kohën me njerëzit. Me thashë themit me muhabetit e njerëzve. Vitet kalojnë, ymri kalon. Po na afrohet takimi me Allahun te bareke ve teala. Robi ngritet nëse ndëgjon dhe e praktikon fjalën Allahu te bareke ve teala. Andaj, nëse ke lexuar 20 faqe, lezo 2 faqe 3. Nuk mund të 2 faqe 3, gjys faqe. Mos le pa lexuar Kur'an ditën. Mos të kaloj asnjë ditë pa lexuar Kur'an. Ti që ende nuk e ke mësuar leximin e Kur'anit, dera e xhamisë është hapur, e hoxhën e ke prezant. Dera e xhamisë është hapur, hoxhën e ke prezant. Nuk e mësove, hoxhën kimë pas dëshmitar kundra te në ahiret. Këta dini, edhe këtu kanë thënë dhe kanë më thënë, se nuk mundeni me arsyetu me thënë nuk na mëson te hoxha, nuk na merrte parasysh ose nuk kalon te komeni. Wallahi keni më pas dëshmitar kundra jush në ahiret. Pse? Për shkak se e kam emanet detyrë, mision, e veçse kemi parasysh problemin e mësimit të leximit të Kur'anit. Kjo fjalë ndoshta nuk u pëlqen, është fjalë pak e rëndë, po kjo është realiteti. Në ahiret nana ka me pas dëshirën, shpresën më të madhe me marr hakin e vladit, po jo hoxha xhamatit ose xhamati hoxhës. Mos harroni këtë. E veçanërisht në mësimin, leximin e fjalës të Allahut te bareke ve teala. Pastrimi i gjuhës nga fjalët e kota dhe fyrjet. Kjo është si synimi ynë afatgjat. Ramazan ma pak muhabete bëshim, nuk shajshim, ke përse njëri është e agjerushit, agjeron, çka thoshin? Libe, sa agjeru, mos ta prish Ramazanin, fjala e parë këmi. Libe, mos ta prish Ramazanin. Pra, Ramazani e blokon, e pengon njeriun nga të folurit, fjalë ju të mira, fyrjet, sharjet. Tamam? E subhanallah, kjo do të jetë synimi ynë afatgjat deri në vdekje. Qysh në Ramazan s'kishat nuk e pata të lejuar të shajt, të fyrjet, të ofendoj, se shtu edhe, pas Ramazanit me mësu vetën gojen, mos me shajt, mos me ofendu, mos me nënçmu, mos me përgoju. Se një prej dy organeve që mos është shumëti, do të fole kundra njeriut në ahiret është gjuha. Gjuha qatë që ka me fol kundra njeriut në ahiret sa që gjymtyrët, pjesët e tjetë të trupit do t'i thojnë gjuhës, ndalu mas edhe një duna me dëshmu kundra ti, si veshi, si syri, si dur, si kamët, çka ka pa, çka ka dëgju, çka ka prekur, ku ka shku. E gjuha shumë. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yadhman li shay'in adhman lahu al-janna. Kush mi garanton dy gjëra, ati ja garantoj xhenetin. Ma bejnë shefete, ajo që është mes dy buzave të ati, pra gjuha, dhe o ma bejnë rigjet, ajo që është mes dy këmbëve të ati, organi. Jenë dy organet, faktori më i madh që njeriu të futet në xhehenem ul yadhu billah dhe të arrin hidhrimin Allahut te bareke ve teala. Synimi afatgjat me i paksu muhabetet, thashë themet, përgojimet, muhabet i hajrit, i dobishët, mes nesh, si shok, si vlezër, pa edhe e keshme si vlezër, po pa përmendur të tjerët, pa prekur derin, dinitetin e të tjerëve, pa i përgojuar të tjerët, pa u hangru mishin të tjerëve të vdekur. Si që kemi pas zanat dhe Allah na falë, shpresoj se këto gjëra do t'i lam, a veçanërisht mas mujtë të Ramazanit. Edhe si pikësynim i fundit, afatgjat, bujaria dhe ndihma për të tjerët. Gjatë Ramazanit, mashallah, jeni dëshmitar të shumë aksionive dhe aktiviteteve të ndryshme që u bën. Dhe që bëhen, kudo, sadakaja, zekatul fitr, ndihma nevojtar, fukara, se njëri është i agjeruar dhe është muj ku njeriu dëshiron me shpirtin me mish me fitu se vape shpërblime, alhamdulillah. Por kjo nuk kryhet, nuk përfundon. Kjo vazhdon. Mos harro se nevojtarë gjoheri ke, dhe se Allah subhanahu wa taala ta shton pasurinë, nafakën përmes shpenzimit në rrugt të Allahut azza wa jall, që ty ku e ka vendin, në për jetima, në për të varfër, nevojtar dhe kështu me radhë. Pra sadakaja nuk u kry me kryerjen e Ramazanit. Sadakaja vazhdon dhe kjo është synimi ynë afatgjat. Për rrogës kaq unë japi sadaka. U kry puna. Kaq që kam rrogën 5 franak, 10 franak, 20 franak mujen, unë japi sadaka. U kry puna. Domethënë për rrogës të i kam hek, se unë duhet të japi sadaka. Allahu subhanahu wa taala ta shton nafakën sadakan, se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ma naqasa sadaqatu min mali, sadaka nuk ja pakson pasurinë e robit të tij. Pastrimi i zemrës dhe sinqeriteti. Ky ishte një nga qëllimet e agjerimit të muajit të Ramazanit.
pra pastrimi i brendshëm. Normal tash mas Ramazanit ndihemi ndryshe se para Ramazanit. Tamam? Deri para Ramazanit shpirtërisht ndihemi kështu. Edhe me shpirtë me mish si të devotshëm si besimtar, e presim dhe e mirë presim musafirin Ramazanin, sepse aty futemi që themin lavazh, futesh më mirë aty në larje të shpirtrave, në larje të trupave, nga gjunahet harame të ndryshme, edhe me përfundimin e muajit Ramazanit ne ndihemi mirë, për shkak se alhamdulillah kemi arritur diçka. Kemi arritur të pastrojmë shpirtat tonë e trupat tonë, e kështu që ndihemi mirë. Por kjo nuk është vetëm për Ramazan. Shpirtet do t'i mbajmë pastër edhe pas Ramazanit. Jo, me kryen e Ramazanit t'i fliqim, t'i dysim shpirtrat tonë. Thot Allahu subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Ka shpëtuar ai që ka pastruar veten. Wa qad khaba man dassaha. Dhe ka dështuar ai që ka ndotur veten e tij. Ka shpëtuar ai që ka pastruar veten e tij dhe ka dështuar ai që ka ndotur veten e tij. E pastruam, inshallah gjatë Ramazanit, këtë pastërti ta ruajmë edhe të vazhdojmë të jemi të pastër shpirtërisht dhe fizikisht. Kjo na motivon që pas Ramazanit të vazhdojmë me procesin e përmirësimit dhe të mos lejojmë që egoja dhe mëkatet të marrin kontrollin. Ne hiç pa ndalë të vazhdojmë me procesin e pastrimit e përmirësimit të vetit tonë. E kështu deri kur na vjen vdekja dhe dalim para Allahut Azza wa Jall, zemër pastër, shpirt pastër, me mendime të mira, me besim, me iman, pa kontroll të egos, pa uretje, pa mendimasi, e kështu me radhë. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalla bi qalbin salim. Na ditë kur nuk do të bëhen dobi as pasuria as fëmijë, përpos se ai që do të del para Allahut me zemër të pastër, zemra e cila nuk ka pasur shirk, nuk ka pasur kufër, nuk ka pasur syfatësi, nuk ka pasur mendjemasi, nuk ka pasur urrëtie, një zemër e pastër. I pastruam gjatë Ramazanit, vazhdojmë këtë proces. Ti mbajmë pastër deri në momentin kur ta takojmë melekun e vdekjes. Vëllezër, si përfundim, muaji Ramazanit ishte pra një kurs intensiv. Një kurs intensiv i besimit dhe moralit. Mësuam si të jemi të fortë me besim me iman, dhe si të jemi bukur, të mirë me moral, e kështu ne duhet që të vazhdojmë edhe pas Ramazanit, pra vazhdimi i rrugës edhe pas muajit të bekuar, muajit të Ramazanit. Pra Ramazani ishte fillimi i një jete më të përkushtuar, më të sinqertë dhe më të ndërgjegjshme, me synime të qarta dhe përmirësime të vazhdueshme. Ne vazhdojmë. Musliman jemi edhe pas Ramazanit. Allahi ekziston edhe pas Ramazanit. Jemi të obliguar me adhurime ibadete, me namaze, me zeqate, me adhurime të ndryshme, të obliguar jemi edhe pas Ramazanit. Jemi të obliguar të adhurojmë Allahun deri në vdekje. Jemi të obliguar të pasojmë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam deri në vdekje. Pra, unë vazhdoj të jem musliman edhe mas Ramazanit. E jo sezonski vetëm Ramazan. Ja. I musliman, i imanli, deri në momentin e vdekjes dhe i gjallë. Ba energjin e muajit të Ramazanit, që e fitove, që arrite, dhe të vazhdoj shu deri në Ramazanit tjetër. Ka fundi i vitit vjen në dobësim, hynë Ramazanit tjetër, përsëri mbushet bateria, përsëri vazhdojmë. Jo me përfundimin e muajit të Ramazanit, prej 100% zero. Pse mos me kanë xhamit mbushura si që ishin? Pse mos me vazhdu adhurimi bashkërisht i xhamat si ishte Ramazan? Këto janë shenja jo të mira, për shkak se njerëzit nuk e kanë kuptuar esencën e adhurimit. Nuk e kanë kuptuar esencën e pasimit rrugës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk e kanë kuptuar qëllimin e obligueshmërisë me agjerim të Ramazanit. Pse na ka obliguar Allah? E nuk është kjo vetëm për një muaj, por duhet vazhduar deri në momentin e fundit. Lutim Allahun azza wa jall që agjerimin e muajit Ramazanit kabull ne ketë bën. Çdo mund kontribut Allahut ne ketë pranuar. Lutem Allahu subhanahu wa taala që na qëndrueshmërinë, vazhdueshmërinë në realizimin e urdhrave të Allahut subhanahu wa taala deri në momentin e fundit. Lutem Allahun azza wa jall që të na bën prej pasuesve të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na furnizon me dituri të dobishme të shëndosh dhe të na bashkon xhenetit e tij me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.